për ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahun e falenderojmë që na mundsoi edhe sot që ta adhurojmë madhrinë e Zotit xhallal xhelaluhu dhe atij që i jepet qoftë edhe i minut nga jeta e kësaj bote për ta adhuruar Zotin, i është dhënë një gjë shumë e madhe. Kështu që minutat, sekondat, orët, javët e këtij muaji janë të jashtëzakonshme, kështu që duhet shfrytzuar sa më shumë. Allahu xhallal xhelaluhu përmend një ajet në Kur'anin e Madhërueshëm lidhur me një veprim të besimtarit apo të besimtares. Allahu xhallal xhelaluhu urdhëron e thotë: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Sadaqallahu al-azim. Çfarë thot Allahu xhallal xhelaluhu? Inna Allah ashtara. Unë thot Allahu Zoti juaj, kam ble thot shpirtrat e besimtarëve edhe pasuritë e tyre bi anna lahumul jannata, në këmbim të xhennetit. Pra gjithçka që na ka dhënë Modhi Zot xhallal xhelaluhu dhe për cilën ne shpenzojmë, japim, përfshi dhe shpirtrat tonë të bindur, Allahu xhallal xhelaluhu do t'i kam ble. Dhe këtyre u jap xhenetin e lartë, në këmbim të xhenetit. A e dini se një melek thret për secilin prej jush çdo ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që jepni, që boni mirë. O Zot, kompensoja filanin. Çfarë ke dhënë atë ditë? Sikur për dorë ke kap një njeri dhe ke ndihmu pak për ta nxjerrë nga vështirësia. Një buzëqeshje je ke dhëruar atij. Se çdo vepër që e kryen është sadaka. Mirësi tek Allahu xhallal xhelaluhu. Një nevojë tjetër që ja ke kryer një personi, i ke dhënë diçka për të hëngur. E ke math, e ke vesh. Allahu xhallal xhelaluhu do t'ju kompensoj thot me xhenetin. Pra gjithçka që ju që veproni, do t'u akthej me xhenetin. Me të vërtetë dhënia është e dobishme si jashtë Ramazanit edhe mrena Ramazanit. Por gjatë Ramazanit zemrat duhet zbuten më shumë. Tregojnë personin i cili kishte urdhëruar familjen e tij që kurdo që të vjen ata lypsit në Ramazan, rrifini. Mos ju jepni. Dhe një natë vjen një nga ato lypsit edhe paraqitet. Ato fillojnë t'i pinë djem, se ishte vak iftari. Edhe keni parasysh që këto që janë kështu të pasur, këta donë qetësi këto, nuk donë kështu rrëmoj. Domethënë pashijojnë të mira dhe begatit e Zotit. Edhe masi e përzejnë i herë, vjedhe i herë tjetër, vjedhe të tretën herë. Or, thotë, nuk jam lypë si real, i vërtet. Unë jam ai thotë që ka marrë me të marrë shpirtin. A e shifni? Në dëshkimi dhe dënimi Zotit xhallal xhelaluhu. Pra, kur do që t'ju paraqitet ju, një rast i tillë për shembull, ai që të ka shtëni dorën, ngjoje deri në fund hallin atij. Përshëndete, i jepi dorën. Dhe krye hallin sa të kesh mundësi. Jo jashtë mundësive tuaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyeti herë sahabët: çfarë pasurie doni më shumë ju? A pasurinë tuaj apo pasurinë e trashëgimtarëve tuaj? Sahabët i thanë: sigurisht që më shumë ne duam pasurinë tonë, se sa të trashëgimtarëve që do t'ju alajmë përmbrapa.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot, pasuria juaj është ajo që e ndani, nërsa ajo që ngelet është e trashëgimtarëve tuaj. Pra nëse mendon për atë mirësi dhe begati që të ka dhënë Zoti, që është e jotja, dhe në momentin sa të na vjen shpirtin për të na dalë ngelet këtë tjerë, ajo s'ka qenë e jona. Ajo është e tjerëve. Edhe çfarë duan tjerët, mësoni. Po ju zoj Allah fat për ty. Ama ajo është mësoni çfarë duan ata me bë me pasurinë e huaj. Edhe ka i gjokje e huja, se kjo shpërdoret lehtë. Harxhohet pa të dhëmë hiç. Hiç s'do me ditë sepse tjetër kush është lodh për atë. Po problemi është se ti nuk përfitohet atje. Tha doni të huajin më shumë për të huajin. E pra nëse doni të huajin, atëherë thot jepni prej asaj, ndani prej asaj. Pse ne na pret çdo minutë kalimi prej kësaj jete. Sa do i fuqishim që ti jeshti, sa do i fort, se si e bën Allahu, unë nuk e di. Por kjo na pret çdo minutë. Atëherë çfarë duhet të bëj? Bëj mirë sa të kesh mundësi. Pa u ndalu. Pa u ndalu. Me gjëra të vogla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mos mendoni tha me bëj vepra të mëdha kështu. Të papame në herë, të vogla fare. Ama mos harro se me një vepër të vogël, po sa të vogël, se sa i flet më shkoje. Shkon në xhenet. A e dini se disa nga veprat tona që i kryjmë të në dënja, sidomos bamirësia, shko për para nesh në banesë të varrit. Edhe nuk është problem për atë person i cili i ka shku sadakaja, pasurije që ka dhënë, i ka shku për para në banesë të varrit, edhe varri ati nuk është i nxima, është i ndriçu. Vallahi. Edhe ati në varr ka problemet mëdha. E vetmi e gjë që reziston banesë në varrit është sadakaja që ka dhënë. Pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, azabi i Zotit thënë nuk ka një gjë që nuk e shkatron. Me përjashtim të sadakas. Ajo thot e rrethon njeriu, atë që ka dhuru, e mbron nga të katëron, edhe nuk i depërton gazepi i Zotit. Dhe kur të vijë moment atje në urën e siratit që janë me problemet mëdha, s'ka ndihmë atje, s'ka tolerancë. Allahu atje nuk të mëshiron. Vallahi filonin pa e qese, jo, atje të mëshiron vepra e mirë që ke punu. Ajo, del për para teje. Për shembull, ke dhënë sadakan ajo, si për sadakas, e kalon urën e siratit. Ke prej kurbane ke nda për hir të Zotit, si për kurbanit, atje, tjera vepra të mira që i ke punu këtu në dynjë, edhe dalin dhe të ndihmojnë atje. Pse ata shkojnë para nesh, na presin atje. Po problemi është që me kalu këtë fazën e banesës varrit. E kalon pikrisht me këtë që tha Allahu xhelle xhelaluhu, inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Kam mbledhur prej besimtarëve shpirtrat e tyre, pasuritë e tyre në këmbim të xhennetit. Kështu që kur ti bësh mirë ati, thush, o Zot, shqyr që ma qitën rrugët. Shqyr që merë dhe filoni për të më kërku diçka. Ose me shku ti me i qu ati, edhe pasha Zotin, ajo vepër të paraprejnë para Allahut xhelle xhelaluhu. Të paraprejnë banesën e varrit, e tjera favore që nuk numërohen, ama asaj përket jetës saj bote, Allahu thotë do t'ua kompensoj. Meleku lutet çdo ditë, o Zot, kompensoja filanit. Zoti na bën për atyre, na i hap zemrat, mos më bën prej koprasve, prej sarrafëve, pa inshallah për atyre që ju bën mirë njerëzve të tjerë dhe normalisht indirekt i kena bën mirë vetes tonë. Zoti mos na ndaf nga bamirësia. Allahu ju bekoj gjithë.